Punoj 12 orë në ditë. Ushqeva nga këmbët dhe nga krahët dhe akoma nuk jam e sigur. Do më mbajnë në valet apo do të më heqin? Unë e dua të marrëzisht. Po da i çmendet pas me, ja po vjen. Je mrekullueshme. Në që kuptim? Në kuptim dyfisht. Edhe si balerin, edhe si femër. Unë jam gati ta shpall fejesën me njerë. Fejesën? Po, fejesën. Oh, mama, sa e lumtur që jam. Më pyet mua ti se... Drejtori ma mori shpirti. Po pse më zëma? Qëndrimi jut në balet më tha sot në mëngjes është me pikpyetje të madhe. Ashtu? Po. Po pse? Po ja pra ke një njoll në biografi, thot ai. Njoll? Po. Ç'është njoll? Ç'është thirrja Aratisje. Aratisje? Jenë vete. Kush u aratisme? Xhaxhaj. Xhaxhaj. Jenë vete? Jo, nuk është aratisur Xhaxhaj. Dy delet e Xhaxhajit janë aratisur. Xhaxhaj ishte barini, një fshat malor kufitar. Dy delet e Xhaxhajit të pakënaqura nga bari socialist kaluan kufirin u aratisën. Ashtu? E thirrën Xhaxhan në komitetin e partisë, o zot që kanë punuar. E bën për ujë të ftohtë e bën. Dëgjoj këtu. Dy dera apo dy lop? Njoll është njoll. Do të heqësh njollën. I dashur, po si ta heq? Të lutem, jam familje komunisti, në asnjë mënyrë nuk të pranoj. Kush në qenë ka... Vajza jonë e talentuar, ju jeni një vajzë shkëlqyer, Burbuqe. Dëgjo, ma bëj pa këtë figurën, si e thoni ju me stil gërshër, kështu. Hajde. Stilin gërshër? Po. Zezaj, para një prove shumë të vështirë. Hajde, Burbuqe. Shoku drejtor. Burbuqe, ju jeni vërtet një vajzë talentuar. Të tilla vajza i duhen në baletit tonë. Ju lum. Po ju në mëngjes më thatë ndryshe, shoku drejtor. Çfarë i thash? Po ja pra për punën e asaj njollës. Dëgjoj Burbuqe. Njolla është njoll dhe duhet ta heqësh njollën. Ja kështu. Shoku drejtor, po ju lutem si ta heq? Burbuqe. Keni besim tek partia ju? Kam, si s'kam. E do të partin ti, Burbuqe? E dua, si se dua. E po partia të nxjerrja shtetit, Burbuqe? Eja u shpirt. Eja. Shoku drejtor, po... Eja të heqja të njollën, moj Burbuqe. Eja. Kush me qenë ka... Shoku drejtor, ju e dini shumë mirë që unë dhe Burbuqja duhemi dhe kemi menduar se shpejti ta shpallit fejesën. Patjetër djel, patjetër. Por drejtori, ju e dini shumë mirë që ne jemi familje komunisti dhe kuptohet që nuk mundet një me njollë kështu në biografi s'mund ta marrim. Dëgjoj djel. S'vendim ka drejtoria? Për Burbuqjen e keni fjalën, e? Dëgjoj djel, është Burbuqja nuk ka asnjë njollë në biografi. Ashtu? Biles qysh nesër të bëj dokumentat për parti. Ashtu? Qysh nesër. Hajde vazhdoni punën djel, vazhdoni punën. Kjo është e mrekullueshme. Nuk e... I dashur. Drejtori ma hoqi njollën. Shpirt. Partia do që dira, kur do të heqë njollën,